Yes, I'm ready. Po, besoj se jam gati. And now you have to go all out. Dhe dalim në fush. Yeah, so tomorrow I'm ready. I'm ready for that. Dhe po besoj se për nesër jam I gatshëm dhe unë. Se ne ishim bashkënuar për të Bismarck që do të shënoj një tjetër gol nesër. You have like some matches that you didn't score and you say that you could score tomorrow or it's the time you should have. Yes, I'm very focused Po jam mjaft I fokusuar. because I promised them I'll score 20 goals this season. Kam premtuar të fansave që do të shënoj 20 gola në sezon, And I had some injuries, por fatkeqësisht kam pas disa dëmtime, so now I'm determined to score those goals. por tani fokusi im është vetëm që të shënoj këto gola. Por me vetëm deri tani Partizanit në fazën e The parë. only goal you scored is against Partizani. Mundësi për të shënuar Could you have the chance to score it again, like you said before? Yes. Po. Siç thasha më përpara, besoj se po. një situatë më mirë tek Vllaznia pas dy fitore të fundit. Now it's a good situation to our club after 2 wins against 2 good teams. And now we are more motivated, Tani ne më të motivuar, and I think we are getting our form back, edhe mendoj se na duke kthy formën e mëparshme mbrapa, and we have to continue like this. edhe duhet vazhdojmë vetëm këtë rrugë që jemi tani. Si po ndjeni në Shkodër Bismarck? How you feel in Shkodër, BC? Very good. Mjaft mirë. Ju ka pritur ekipi? And how is the team waited for you, the city and fans? Everything is good. Çdo gjë është mjaft mirë këtu. Nga në ndeshje po merrni shumë minuta, madje edhe nga qëllimi I takimit. I kënaqur me performance sportive? In every match like this, 2-3 matches, you are getting minutes from starting lineup, and are you happy with yourself? Yes, I'm getting my form back Edhe unë jam duke u kthyer në formën time më të mirë ku isha më përpara, because last 6 months I didn't play much. se 6 muajt e fundit nuk është se kam luajtur edhe mjaftueshëm. So if you have to be more strong, you have to get more playing time. Pra duhet me marr minuta që edhe unë të rikthehem aty në formën ku isha, që të bëhem edhe më I fort. So I'm very happy. Edhe jam mjaft I lumtur për këtë. Një kampionat I fortë ky si vjen me rivalitet me skuadrave. Strong championship this year, and more rivals than last year. I think yes. Po, besoj po, më I fort se kampionati I vjetshëm. Filip Mercatos kishte interes për ju edhe nga ana e Dinamos. Për zgjedhjen e dur që firmosit për Vllaznin. In the start of transfer window, you got an offer from Dinamo, and now you are happy that you choose Vllaznia before them. Yes, because Vllaznia have better team, Po, jam I lumtur që kam zgjedhur Vllaznin sepse Vllaznia ka një ekip më të mirë, and they have character. edhe janë një ekip me karakter. And I think this year, inshallah, they can be champions. Edhe shpresojmë që këtë vit ky mund të jetë edhe viti jonë, por inshallah. Do të jeni nesër ndaj Partizanit pa teknikun Martinin në pankinë. Tomorrow coach won't be in bench. E ndjeni mungesën e feel tij? that he will miss, there. He won't be available to give us instructions. Yeah, but the players are already motivated. Po, është normale që njët mungesa e teknikut Martini, por lojtarët janë gjithë motivuar, Because we have aim to be champions. sepse kena objektivin ton ku do të shkojmë. If he is there to help, but there is a situation where you have to give our all. Është normal që është më mirë sigur të jetë edhe profesori në pankinë, por janë situata që ku ne duhet të japim më shumë se 100%. Detyrë shtëpie fitore e nesër ndaj Tomorrow is a homework win of against Partizani, so it's necessary. Very necessary. Është mjaft e domosdoshme fitore nesër kundra Partizanit. Sa besim ka Bismarck te titullin kampion? How much you believe so we can be champion in the end of the season? We have to keep going like this. Duhet me vazhdu vetëm me këtë ritëm, Take every game very serious. Me Like marr- final, me marrë çdo ndeshje të hap mas hapi sikur të jetë një finale. now we are not thinking about the championship. Now Për we are momentin taking it step by step. nuk jena duke menu për titullin kampion ose për finale, jena duke menu vetëm hap mas hapit, ndeshjet e rrallës. Because if you put in your mind you want to be champion, and if you don't take every game very serious, it will be very problem for you. Se nëse atëherë e mendon vetëm titullin kampion edhe nuk merr çdo ndeshje seriozisht, atëherë do të jetë shumë problem. So now you take every game Pra për serious. momentin marrim çdo ndeshje Sure, në 100%.
Që do të jetë bashkëpunimi Bismarckut në vazhdimsi, ka dëshirë preferencë të jetë gjatë tek How could vllaznia? be your like the future here? You would like to extend the contract or do you know something for your future? I don't know. Për momentin asë nuk e di, You will see. do të shohim për të ardhmen. Faleminderit. Thank you. Suksese, faleminderit.